Jetoni dhe punoni në Francë. Po. Por njëkohësisht vendosët që të kandidoni për deputete në qarkun e Gjirokastrës me Lëvizjen Bashkë. Pse kjo zgjedhje? Në fakt po, unë kam 14 vjetë që jam larguar nga Shqipëria për të kryer studimet në Francë. Deri tani nuk jam rikthyer për të njëjtat arsye që shumica e moshatarëve të mi që janë larguar nuk janë rikthyer. Megjithatë, fakti që ekziston kjo parti e re sot, që për mendimin tim nuk është thjesht një parti e re, po është me të vërtet një nga partitë dhe një nga forcat politike më dinjitoze, më demokratike, më progresiste që ka pas Shqipëria në 30 vitet e fundit. Më dha shpresë që të rikthehem edhe të kandidoj në Gjirokastër, sepse Gjirokastra është vendlindja ime. Unë këtu kam kaluar fëmijërinë, kam ikur rreth 12 vjeç, po jam rikthyer gjithmonë, kam pas gjyshrit, kushërinë, kështu që është një qytet që e dua shumë dhe përveç se është vendlindja ime, Gjirokastra është një nga qytetet që mbart vlerat më të mëdha kulturore, qytetare, intelektuale në Shqipëri. Kështu që është vërtet një nder që të kandidoj në Gjirokastër. Dhe në qoftë se ju zgjidheni deputete, çfarë do të kërkoni të bëhej më mirë për qarkun e Gjirokastrës? Tani, Gjirokastra, si shumë qytete tjera të vogla të Shqipërisë, ka probleme të shumta. Megjithatë, vizioni i Lëvizjes Bashkë është ai vizioni një shteti zhvillimor, i cili mbështet ekonominë prodhuese, mbështet bujqësinë, dhe besoj se të dyja këto pika janë shumë të rëndësishme për t'i rikthyer një jetë ekonomike të shëndetshme Gjirokastrës. Një nga problemet kryesore që ka Gjirokastra për mendimin tim është shkatrimi ose degdisja tutje e institucioneve më të rëndësishme. Domethënë, kur shikon gjendjen e Spitalit Omer Nishani, kur shikon gjendjen e shkollave apo të gjimnazeve, kur dëgjoj këtu që universiteti rrezikon të mbyllet sepse nuk ka më student, për mos folur pastaj edhe për gjitha institucionet që kanë shkuar në vend tjetër edhe janë mbyllur, si gjykatat apo si arkiva e shtetit. Më mendoj se kjo i ka dhënë goditjen e fundit Gjirokastrës, që është populluar në nivelin ku jemi sot. Po, domethënë kjo është synimi ynë mbi të gjitha, të rikthejmë atë forcën ekonomike në këtë mënyrë të mbështesim atë rimëkëmbjen e institucioneve, është shumë e rëndësishme. Edhe sigurisht pastaj edhe turizmi që është promovuar si nga ato sektoret më të rëndësishëm edhe për Gjirokastrën, domethënë në vizionin ton duhet mbështetur, por dëshirojmë që të krijojmë një model turizmi më të qëndrueshëm, më afatgjatë, që në një farë mundësie jep mundësinë gjithë qarkut Gjirokastrës dhe jo vetëm qafës pazarit që të përfitojë, gjithë qytetarëve të Gjirokastrës që të kenë përfitime nga turizmi. Si ka ecur fushata për ju? Si ka qenë? Ka ecur shumë mirë, domethënë unë kam qenë vërtet e surprizuar sepse njerëzit, shumica e njerëzve që takojmë, jo vetëm që e njohin Lëvizjen Bashkë dhe Arlind Qorin, po janë vërtet shumë entuziast, shumë mbështetës. Shumica e tyre na thonë se është me të vërtet lëvizja në cilën kam më tepër besim. Pastaj kontekstin Gjirokastër e dim gjithë është shumë i vështirë, megjithatë për ne kjo është një piknisje. Ne te Lëvizja Bashkë jemi të gjithë djemë dhe vajza të rinj, kështu që për ne është fillimi një rrugtimi të gjatë. Do vazhdojmë të jemi këtu, do jemi këmbgulës. Suksese. Faleminderit shumë.